Zonja dhe zotrinj, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Tensionet në linjën e mesme janë përshkallëzuar sërish pasi Irani lëshoi raketa drejt Izraelit, duke i cilësuar sulmin si paralajmërim ndaj veprimeve izraelite në Liban. Izraeli deklaroi se raketat u interceptuan dhe u kundërpërgjigj disa orë më vonë. Tensionet mes Iranit dhe Izraelit kanë hyrë në një fazë të re përshkallëzimi, pasi Teherani lëshoi të dielën mbrëma disa breshëri raketash drejt territorit izraelit. Pamjet e filmuara në veri të Izraelit tregojnë raketat iraniane dhe sistemet mbrojtëse izraelite duke ndriçuar qiellin gjatë natës. Sulmi konsiderohet i pari i drejtpërdrejt nga Irani ndaj Izraelit që nga armëpushimi i mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, i cili kishte hyrë në fuqi në muajin prill. Garda revolucionare e Iranit deklaroi se sulmet përbën një paralajmërim dhe se çdo agresion i ri do të përballet me një përgjigje shumë më të gjerë, e cila sipas saj do të përfshijë objektiva amerikane dhe izraelite në të gjithë rajonin. Sipas mediave amerikane, presidenti Donald Trump është informuar mbi zhvillimet e fundit, ndërsa Shtëpia e Bardhë nuk ka bërë ende një koment zyrtar. Kryetari i parlamentit iranian, Mohammed Baker Kalibaf, deklaroi se bazat amerikane dhe asetet izraelite konsiderohen objektiva legjitime, duke akuzuar SBA-n dhe Izraelin për shkelje të marrëveshjeve që lidhen me Libanin. Forcat e mbrojtjes së Izraelit njoftuan në orët e para të së hënës se kanë goditur objektiva ushtarake në rajonet perëndimore dhe qendrore të Iranit. Megjithse ushtria izraelite nuk dha detaje të mëtejshme mbi natyrën e operacionit, mediat shtetërore iraniane raportuan shpërtime të forta në kryeqytetin Teheran, si dhe në qytetet Tabriz dhe Isfahan. Autoritetet iraniane nuk kanë publikuar ende një bilans të dëmeve apo viktimave. Presidenti Amerikan, Donald Trump, ka bërë thirrje urgjente për ndaljen e sulmeve mes Iranit e Izraelit, duke kërkuar që palët të ndalin menjëherë për shkallëzimin. Edhe kryeministri britanik, Keir Starmer, ka kërkuar kthimin në armëpushim dhe nisjen e negociatave serioze për paqe të qëndrueshme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka bërë një thirrje të drejtpërdrejtë për ndaljen e menjëhershme të sulmeve mes Iranit dhe Izraelit, në një moment kur përplasjet mes dy vendeve po përshkallëzohen me shpejtësi. Në një postim në platformën Truth Social, Trump shkroi se Izraeli dhe Irani duhet të ndalojnë menjëherë të shtënat, duke kërkuar që cikli i sulmeve hakmarrëse të marrë fund pa vonesë. Sipas një zyrtari amerikan, gjatë një telefonate të zhvilluar të dielën, Trump i ka kërkuar kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu që të mos ndërmarrë sulme hakmarrëse ndaj Iranit, në përpjekje për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit. Situata në lindjen e mesme mbetet e tensionuar, ndërsa përpjekjet diplomatike po përballen me vështirësi serioze për të rikthyer stabilitetin në rajon. Në të njëjtën linjë, edhe kryeministri britanik Keir Starmer ka bërë thirrje për ndaljen e menjëhershme të dhunës dhe rikthimin të armëpushimi. Starmer deklaroi se është thellësisht i shqetësuar nga rifillimi i luftimeve dhe theksoi se po zhvillohen negociata serioze për një paqe afatgjatë. Ai shtoi se kriza në lindjen e mesme po ndikon jo vetëm në rajon, por edhe në ekonominë dhe sigurinë globale, përfshirë edhe Mbretërinë e Bashkuar. Sipas tij, të gjitha palët kanë përgjegjësinë të kthehen në tryezën e bisedimeve dhe të shmangin përshkallëzimin e mëtejshëm ushtarak. Ndërsa thirrjet diplomatike shtohen, situata në terren mbetet e brisht, me rrezikun e një zgjerimi më të madh të konfliktit që vazhdon të shqetësojë komunitetin ndërkombëtar. Të paktën 9 palestinezë u vranë dhe mbi 20 të tjerë u plagosën pas një sulmi ajror izraelit në një stacioni policor në jug të Gazës. Ngjarja ndodh në kohën kur ndërmjetësit ndërkombëtar po përpiqen të shpëtojnë armëpushimin e brisht mes Izraelit dhe Hamasit. Të paktën 9 palestinezë humbën jetën dhe mbi 20 të tjerë mbeten të plagosur pas një sulmi ajror izraelit në rripin e Gazës, sipas autoriteteve shëndetësore palestineze. Sulmi goditi një stacion policor të administruar nga Hamasi në pjesën jugore të enklavës palestineze. Sipas burimeve mjekësore, objektivi ndodhi pranë një kampi të madh me tenda ku strehohen familje të zhvendosura nga lufta. Pamjet nga vendngjarja tregojnë ambulanca që transportojnë të plagosur dhe trupa të pajet drejt spitaleve, ndërsa banorët e zonës përpiqen të ndihmojnë viktimat mes kaosit dhe shkatërrimit. Autoritetet shëndetësore nuk kanë saktësuar sa prej viktimave ishin pjesëtar të policisë dhe sa civil. Ushtria izraelite nuk ka reaguar menjëherë lidhur me raportimet për sulmin. Një nga familjarët e viktimave, Abdul Salam Gjuda, deklaroi se nipi i tij ishte mes të vrarëve. Ai tha se banorët e zonës janë qytetarë të zakonshëm që besojnë në një paqe të drejtë dhe kërkojnë fundin e konfliktit. Ngjarja vjen në një moment kritik për procesin e paqes.
Burimet të Hamasit bëjnë të ditur se në Egjipt ka nisur një raund i ri bisedimesh me përfaqësuesve të Hamasit dhe fraksioneve të tjera palestineze me qëllim ruajtjen e arpushimit të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara. Arpushimi, i arritur në tetor të vitit të kaluar, ndaloi operacionet ushtarake në shkallë të gjerë, por përparimi drejt një marrëveshjeje afatgjat ka mbetur i kufizuar. Izraeli vazhdon të mbajë trupa në pjesë të Gazës, ndërsa Hamasi kundërshton kërkesat për çarmatim. Të dyja palët kanë akuzuar vazhdimisht njëra tjetrën për shkelje të marrëveshjes. Sipas të dhënave të publikuara, qindra palestinezë janë vrarë në sulme izraelite që nga hyrja në fuqi e arpushimit, ndërsa sulmet palestineze kanë shkaktuar viktima edhe në radhët e ushtrisë izraelite. Ukraina, Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania kanë paraqitur 5 kushte për një marrëveshje të drejtë dhe afatgjat paqe me Rusinë. Ndërkohë, Volodymyr Zelensky ka kërkuar negociata të drejtpërdrejta me Vladimir Putin, ndërsa sulmet mes dy vendeve vazhdojnë të intensifikohen. Liderët e Ukrainës dhe aleatëve të saj më të afërt evropian kanë dalë me një plan të përbashkët për t'i dhënë fund luftës që ka tronditur Europën për më shumë se 4 vjet. Pas takimeve të zhvilluara në Londër, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, kryeministri britanik Keir Starmer, presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelari gjerman Friedrich Merz publikuan një deklaratë të përbashkët duke theksuar mbështetjen e tyre të palëkundur për Ukrainën. 4 liderët paraqitën 5 kushte kryesore për arritjen e një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme. Mes tyre përfshihen ndalimi i luftimeve, nisja e negociatave nga pozicionet aktuale në terren dhe ofrimi i garancive të forta të sigurisë për Ukrainën. Një nga pikat më të rëndësishme të deklaratës ishte kërkesa që Shtetet e Bashkuara të mbeten pjesë aktive e procesit të paqes, në një kohë kur vëmendja e presidentit amerikan Donald Trump është përqendruar gjithnjë më shumë te kriza në lindjen e mesme. Takimi në Londër vjen në një moment kur lufta po hyn në një fazë të re për shkallëzimi. Ditët e fundit, Ukraina ka kryer sulme me dron në thellësitë të territorit rus, duke goditur edhe zonat pranë qytetit të dytë më të madh të Rusisë, Shën Petersburg. Ndërkohë, Rusia ka vazhduar sulmet me raketa dhe dron ndaj qyteteve ukrainase, duke rritur tensionet në front. Në prag të forumit ekonomik në Shën Petersburg, Zelensky i dërgoi një letër të hapur presidentit rus Vladimir Putin, duke propozuar negociata të drejtpërdrejta për përfundimin e luftës. Megjithatë, Kremlini ka përsëritur se lufta do të përfundojë vetëm kur të arrihen objektiva strategjike të Rusisë. Liderët evropian mbështetën thirrjen e Ukrainës për dialog të drejtpërdrejtë mes Kievit dhe Moskës, me pjesëmarrjen aktive të Shteteve të Bashkuara dhe vendeve evropiane. Ata theksuan gjithashtu se Ukraina duhet të ketë të drejtën e plot për të zgjedhur vetë aleancat dhe marrëveshjet e saj të sigurisë. Një mesazh që shihet si kundërshtim i drejtpërdrejtë ndaj kërkesave të Rusisë për të kufizuar aspiratat e Kievit për t'u bashkuar NATO-s. Ndërsa përpjekjet diplomatike vazhdojnë, luftimet në terren tregojnë se rruga drejt paqes mbetet ende e gjatë dhe e pasigurt. Mbi 1.2 milion njerëz dolën në rrugët e Madridit për të përshëndetur Papën Leo gjatë meshës së madhe në ajër të hapur. Vizita një javore e Papës në Spanjë po shndërrohet në një nga ngjarjet më të mëdha fetare të viteve të fundit në Evropë. Qyteti i Madridit u shndërrua në qendrën e besimit katolik këtë të diel, teksa mbi 1.2 milion njerëz mbushën rrugët dhe sheshet kryesore për të parë nga afër Papën Leo gjatë vizitës së tij historike në Spanjë. Mira besimtar nisën të mblidheshin që në orët e parë të mëngjesit përgjatë bulevardit kryesor Paseo de la Castellana, ndërsa Papa Leo udhëtoi me automjetin papnor drejt sheshit Cibeles, ku drejtoi meshën madhështore në ajër të hapur. Turma valviste flamuj dhe prohoriste rroft Papa, ndërsa shumë besimtar hodhën petale lulesh në momentin e mbërritjes së tij në shesh. Atmosfera festive dhe emocionet e forta u kthyen në ngjarjen në një manifestim të rrallë besimi dhe uniteti. Sipas Vatikanit dhe organizatorëve lokal, rreth 1.2 milion persona morën pjesë në meshë dhe në aktivitetet përreth saj, duke e bërë atë ngjarjen më të madhe të vizitës së Papës në Spanjë. Gjatë ceremonisë, kryebashkiaku i Madridit, José Luis Martínez Almeida, i dorëzoi Papës çelësin simbolik të qytetit si shenjë nderimi dhe mikpritjeje. Vizita e Papës Leo nisi të shtunën me takime me emigrantë e persona të pastre, si dhe me një vigjilje fetare ku morën pjesë rreth 600.000 të rinj. Programi i tij në Spanjë do të vazhdojë deri më 12 qershor dhe përfshin ndalesën në Barcelonë dhe Ishut Kanarie. Në Ishut Kanarie, Papa pritet të takohet me emigrantë që kanë rrezikuar jetën duke kaluar nga Afrika Perëndimore drejt Evropës,
një çështje që ai e ka vendosur në qendër të mesazheve të tij humanitare. Sipas rezultateve preliminare të KQZ-s, lëvizja vetëvendosje e Albin Kurtit po kryeson zgjedhjet parlamentare në Kosovë me 43.72% të votave. Megjithatë, asnjë parti nuk pritet të sigurojë shumicën e nevojshme për formimin e qeverisë apo zgjedhjen e presidentit. Lëvizja vetëvendosje e kryeministrit Albin Kurti është në krye të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Kosovë, sipas rezultateve preliminare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Më rreth 84.55% të vetëvotimeve të numëruara, vetëvendosja ka siguruar 43.72% të votave, që përkthehen në rreth 252.944 vota. Pas saj, renditet Partia Demokratike e Kosovës me 21.74%, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë 18.06% të votave. Aleanca për të Ardhmërinë e Kosovës ka siguruar 7.39%, ndërsa lista serbe 4.37%. Pjesëmarrja në këto zgjedhje ka qenë relativisht e ulët, rreth 30.75%, me mbi 600.000 qytetarë që kanë votuar nga afro 1.96 milion të regjistruar. Në garë kanë qenë gjithsej 902 kandidat nga 21 subjekte politike, ndërsa në proces është përfshirë edhe vota e diasporës me mbi 132.000 votues të regjistruar jashtë vendit. Analistët politik parashikojnë që vetëvendosja të mbetet partia e parë, por asnjë subjekt nuk pritet të arrijë shumicën prej 2/3 që nevojitet për zgjedhjen e presidentit dhe formimin e një qeverie të qëndrueshme. Kjo situatë e bën të domosdoshme arritjen e marrëveshjeve politike mes partive, në një kuvent për rreth 120 ulësesh, për të shmangur një bllokim të ri institucional. Kosova ka kaluar disa procese të njëpasnjëshme zgjedhore në vitet e fundit, ndërsa formimi i institucioneve stabile mbetet sfida kryesore për stabilitetin politik dhe rrugën drejt integrimit evropian. Raul Castro u shfaq për herë të parë në publik pas aktakuzës së Shteteve të Bashkuara ndaj tij për një incident të vitit 1996. Ngjarja u shoqërua me deklarata të forta nga udhëheqja kubane, e cila e paraqitja atë si simbol të rezistencës ndaj presionit amerikan. Ish-lideri kuban, Raul Castro, është shfaqur në publik për herë të parë që prej aktakuzës së ngritur ndaj tij nga Shtetet e Bashkuara muajin e kaluar në lidhje me një incident të vitit 1996 që përfshinte rrëzimin e 2 avionëve civil. Pamjet e transmetuara nga televizioni shtetëror kuban e tregojnë Castron në një ceremoni të organizuar nga Ministria e Brendshme në Havana, e cila përkoi me festimet e ditëlindjes së tij të 95. Në këtë aktivitet morën pjesë edhe zyrtarë të lartë të shtetit kuban, përfshirë presidentin Miguel Díaz-Canel, i cili mbajti një fjalim të fortë në mbrojtje të ish-liderit. Ai e cilësoi Castron si simbol të heroizmit dhe dinjitetit dhe një figurë që sipas tij ka përballuar për dekadash presionin dhe kërcënimet e shërbimeve të huaja. Sipas autoriteteve amerikane, aktakuza ndaj Raul Castros lidhet me një ngjarje të vitit 1996, kur 2 avion të drejtuar nga një grup mërgjimtarësh kuban u rrëzuan, duke shkaktuar viktima dhe duke tensionuar më tej marrëdhëniet mes Kubës dhe Shteteve të Bashkuara. Ndërkohë, Havana zyrtare i ka cilësuar akuzat si të motivuara politikisht dhe pjesë e një fushate presioni ndaj qeverisë kubane. Raul Castro, i cili ka qenë një nga figurat kryesore të revolucionit kuban dhe më pas drejtues i lartë i shtetit për dekada, mbetet një figurë me ndikim simbolik në politikën e vendit, pavarësisht se është tërhequr nga detyra zyrtare. Ngjarja e fundit vjen në një moment tensionesh të shtuara mes Kubës dhe Shteteve të Bashkuara, ku retorika politike dhe masat ekonomike kanë përkeqësuar më tej marrëdhëniet mes dy vendeve. Më 14 qershor, zviceranët do të votojnë një referendum për kufizimin e popullsisë në 10 milion banor, një nismë që po krahasohet me Brexitin britanik. Mbështetësit thonë se emigracioni përëndon infrastrukturën, ndërsa kundërshtarët paralajmërojnë pasojat e rënda ekonomike dhe tensione me Bashkimin Evropian. Zvicra po përballet me një nga votimet më të rëndësishme të viteve të fundit. Më 14 qershor, qytetarët do të vendosin në një referendum nëse vendi duhet të vendosë një kufi maksimal për rreth 10 milion banorësh. Nisma, e promovuar nga Partia Popullore Zvicerane, po cilësohet nga disa analistë si një lloj Brexiti zviceran, për shkak të ndikimit që mund të ketë në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian dhe në ekonominë e vendit. Mbështetësit e referendumit argumentojnë se rritja e vazhdueshme e popullsisë po ushtron presion mbi infrastrukturën, transportin publik, tregun e banesave dhe shërbimet publike.
Ata thonë se Zvicra duhet të ruajë cilësinë e jetës dhe të kufizojë ritmin e emigracionit. Nga ana tjetër, bizneset dhe ekonomistët shprehen shqetësime serioze për pasojat e mundshme. Sipas tyre, ekonomia zvicerane varet në masë të madhe nga punëtorë të huaj, veçanërisht në sektorë si hoteleria, shëndetësia, teknologjia dhe industria. Shumë kompani të mëdha kanë dalë publikisht kundër kësaj nisme. Gjigant ekonomik si Nestle, ABB, Roche dhe Novartis paralajmërojnë se kufizimi i imigracionit mund të dëmtojë konkurrueshmërinë e vendit. Sipas të dhënave zyrtare, popullsia e Zvicrës ka arritur në 9.1 milion banor në fund të vitit 2025, krahasuar me 7.3 milion në vitin 2002, kur hyri në fuqi lëvizja e lirë e qytetarëve mes Zvicrës dhe Bashkimit Evropian. Aktualisht, të huajt përbëjnë afërsisht 28% të popullsisë së vendit. Sondazhet e fundit tregojnë një garë të ngushtë, me 47% të votuesve në favor të kufizimit dhe 52% kundër tij. Rezultati i referendumit pritet të ketë ndikim jo vetëm për Zvicrën, por edhe për debatin më të gjerë evropian mbi emigracionin, tregun e punës dhe identitetin kombëtar, në një kohë kur partitë e djatha po fitojnë terren në shumë vende të kontinentit. Një tërmet me magnitudë 7.8 goditi brigjet jugore të Filipineve, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në qytetin General Santos. Autoritetet po verifikojnë raportimet për të paktën 5 viktima, ndërsa ekipet e emergjencës vazhdojnë operacionet në terren. Një tërmet i fuqishëm me magnitudë 7.8 ka goditur brigjet pranë ishullit Mindanao në jug të Filipineve, duke shkaktuar panik, dëme materiale dhe raportime për viktima. Sipas autoriteteve të menaxhimit të fatkeqësive, po verifikojnë informacionet për të paktën 5 persona që kanë humbur jetën në qytetin General Santos, një nga zonat më të prekura nga lëkundjet sismike. Pamjet e publikuara nga Kryqi i Kuq i Filipineve tregojnë ndërtesa pjesërisht të shembura, fasada të dëmtuara dhe rrënoja në disa pjesë të qytetit. Ekipet e shpëtimit dhe të emergjencës janë angazhuar për të vlerësuar dëmet dhe për të ndihmuar banorët e prekur. Lëkundjet e forta u ndjen në një zonë të gjerë të jugut të vendit, duke detyruar shumë qytetarë të largohen me shpejtësi nga shtëpitë, zyrat dhe ndërtesat publike. Autoritetet lokale po monitorojnë situatën dhe po kryejnë kontrolle në infrastrukturë për të identifikuar dëmet të tjera të mundshme. Ndërkohë, ekziston shqetësimi për lëkundje të tjera pasuese që mund të rrezikojnë më tej sigurinë e banorëve. Filipinet janë një nga vendet më të prekura nga aktiviteti sismik në botë, pasi ndodhen në të ashtu quajturën uznaza e zjarrit pëtëpaqësorit, një brez me aktivitet të lartë gjeologjik që shtrihet nga Amerika e Jugut deri në linjën e largët të Rusisë. Për shkak të kësaj pozite gjeografike, vendi përballet çdo vit me qindra tërmete me intensitete të ndryshme. Edhe vendi fqinj, Indonezia, përjeton rregullisht lëkundje të forta për të njëjtën arsye. Ndërsa operacionet e kërkim shpëtimit vazhdojnë, autoritetet pritet të publikojnë në orët e ardhshme një bilanc më të qartë të dëmeve dhe numrit të viktimave të shkaktuara nga kjo fatkeqësi natyrore. Dhjetra viktima të Jeffrey Epstein thonë se pas daljes publike kanë marrë kërcënime, ngacmime dhe frikë të vazhdueshme në jetën e përditshme. Disa prej tyre madje janë detyruar të mbajnë armë për vetmbrojtje pas publikimit të dhënave të tyre në dokumentet e Departamentit të Drejtësisë. Dhjetra gra që kanë akuzuar financierin Jeffrey Epstein po përballen me një valë të re kërcënimesh dhe ngacmimesh, pasi kanë dalë publikisht me dëshmitë e tyre. Sipas një hetimi të kryer nga Reuters, shumë prej viktimave kanë raportuar se jeta e tyre është ndryshuar rrënjësisht pas publikimit të dokumenteve hetimore, ku në disa raste janë ekspozuar të dhënat e tyre personale. Disa prej tyre tregojnë se janë përballur me kërcënime të drejtpërdrejta, mesazhe urrëtieje dhe fushata të vazhdueshme online, ndërsa në raste të caktuara janë ndjerë të detyruar të qëndrojnë në izolim për periudha të gjata. Disa viktima kanë deklaruar se frika është aq e madhe se kanë vendosur të mbajnë armë për vetmbrojtje, përfshirë armë zjarri, pajisje mbrojtëse si taser dhe sprej piper, ose kanë punësuar sigurim të armatosur. Sipas raportit, një pjesë e problemeve ka nisur pasi Departamenti Amerikan i Drejtësisë publikoi dosje të lidhura me Epsteinin, ku në disa raste të dhënat e viktimave nuk ishin redaktuar siç duhet, duke ekspozuar emra, adresa dhe informacione të tjera personale. Zyrtarët amerikan kanë pranuar se ka pasur gabime në redaktim dhe kanë deklaruar se çdo rast i tillë po korrigjohet, por një pjesë e dëmit tashmë është bërë. Disa prej grave kanë treguar se kërcënimet kanë ndodhur edhe në jetën reale, përfshirë ndjekje të dyshimta pranë shtëpive të tyre dhe telefonata shqetësuese, duke i shtyrë ato të jetojnë në një gjendje të vazhdueshme ankthi.
Ndërkohë, disa raste janë raportuar tek autoritetet, por në shumë prej tyre nuk është arritur të identifikohen autorët, ndërsa disa viktima nuk kanë besim të institucionet për mbrojtjen e tyre. Avokatët dhe aktivistët për të drejtat e viktimeve thonë se kjo situatë tregon rrezikun e madh që përballen personat që guxojnë të flasin publikisht për akuzime të rënda. Historia e Epsteinit, i cili vdiq në burg në vitin 2019, ndërsa priste gjykimin për trafikim seksual, vazhdon të mbetet një nga rastet më të diskutueshme dhe më të errta në SBA, ndërsa viktimat e tij sot përballen me një betejë të re, atë për sigurinë dhe privatësinë e tyre. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.